O, mos gjuni për zoti ju vrof, mos bëj po të rej. Mos gjuni me Torina. O, këtu bagjeri ky, hajde ma sa dëroko që tha s'po thirish. Hajde hyni bagjer, zgjeroje rejken. Kjo është reka që e ndon fshatin Krush me fshatin Celin. Ne i themi reka e Celinës, Celina i thot reka e Krushës. Kjo rrugë është tru tash, risht është hap. Jo se fell, se ka. Kjo rrugë është tru tash shpejti, është hap, ai fshala. Kjo është Dalibera, është pastru. Mëzje u shënotët, ja patatët, kupim dherra e atje. Kjo të lidh me brylin e Nagovcit, apo kthesin e Nagovcit. Kalojnë Zancë, pastrohet edhe kjo. Të lidh me Brestovc, me Hoq, Dvogël. Dhe me Rahovec, prej Nagovcit. Kjo këndet lidh me Celin, edhe me Fortes ish Bellacargët. Është rrugë e qarkullueshme. Kish qarkullim ko gjatë madh, se kum besu që ka kaq shumë. Ja, babi? Qëra? Ani tash e marrim thejsin traktor atje. Një gjujnë të bërdo. Gjujnë a babi këtu? Gjujnë hullin betorina këtu këta. Shqiptarë veç për kuj. Veç për oborat vetë kujdesen. Ka të gjojnë jashtë katrojnë. I zojnë rejkët. I zojnë lumejt.
Prej 14 marsit, traktori çdo ditë është mush në Bedorina. Para mendone sa ka pas në Bedorina, pa u pastru kur. Ky popull ka qenë i sundun me vite e i pushtun. Dhe ende s'ka ardhe dia edhe jashtë oborve me konsideru shtetin pronën si të vetën, sepse shqiptarët janë nguju në për shtëpit veta prej sundimit, pushtimit, edhe pak si u karo shtetin me përvu veç ka në thonë kjo e dërzhavës e huja ti më shojmë, dërzhavës i vjen, ka met kjo prej Jugoslavijës disa. Ktheje! Ktheje më në kom? Ktheje! Ktheje në tec! Qa ashtë?